Ore, kam një pyetje shumë serioze për këta që e kursejnë lekun, po që e kursejnë tamam, them unë, jo kështu kot. A ja keni parë hajrin atij leku të kursyer deri tani apo jo? Që ta dim se çfarë po bëjmë gabim, sepse ka një konfuzion shumë të madh që ti punon gjithë muajin për të marrë vetëm një herë ato lekët dhe ti të ikin ato lekët që ke punuar gjithë muajin brenda 10 ditësh të parë të muajit. Po nga ana tjetër kemi edhe njerëz të cilët edhe ata punojnë gjithë muajin, edhe ata marrin një herë në muaj rrogën, por në fund të muajit ata më duket sikur dalin me më shumë lekë se të shmorën në fillim të muajit. Dhe ti pyet veten i konfuzuar pastaj, ore, është mirë kjo që po bëj unë, që unë po punoj edhe po mundohem që të jetoj, të shkoj në një restorant të mirë, të bëj një udhtim, të blej diçka të mirë vetes, të bëj ndoshta edhe ndonjë investim, apo ta mbaj këtë lekun ta kursej, sepse kur të plakem ndoshta mund të më duhet. Kem që të kem një pleqëri sa më të mirë dhe të kujdesen të tjerët për mua, ndërkohë që unë do t'i paguaj këta njerëz, sepse tashmë kam kursyer gjithë jetën për këtë ditë. Por problemi qëndron që unë në jetën time kam njohur njerëz pafund të cilët e kursejnë aq shumë lekun, saqë mendojnë ndonjëherë edhe e teprojnë. Jo se dua t'u hyjnë në xhepin e tyre, as nuk dua t'ia di as sa harxojnë as sa kursejnë ata, por mendoj që kur je në një grup shoqëror për shembull, që më ka ndodhur një rast me të vërtetë, ulesh me shumë njerëz në tavolinë dhe ti vendos që mos të marrësh diçka, pavarësisht se gjithë të tjerët kanë marrë aty, dhe sepse prandaj ulesh në lokal për të konsumuar diçka. Dhe kur je diku aty nga mesi, të pyesin që do ta hash ti këtë apo ta marr unë, ndërkohë që ti edhe mund mos kesh marruar, mund mos ta duash, mund ta duash, nuk ka rëndësi fare, dhe ti të vjen zor nga pyetja që të bëhet e thua jo se nuk është se po më hahet, mund ta marrësh ti. Ose kam njohur edhe njerëz të cilët pinë cigare, po nuk kanë kurrë një paketë cigare me vete sepse gjithmonë kërkojnë tek të tjerë. Dhe këto ishte thjesht dy raste banale, po sa njerëz të tjerë ka të cilët, kursejnë lekun, është zgjedhja e tyre, vendimi i tyre, por të paktën me njerëzit që jenë në tavolinë ose afër, mos i bëj të ndihet në siklet nga këto vendime të tua. Gjithsesi unë vetë dëgjoj shumë shpesh atë këngën e Artiola Toskës që thotë harxhoje pare no njeri.